Mirë, Ermali, mentori imi parë, foli për ato ndryshimet besimi vjetër, besimi i ri. Edhe sa rëndësishme është ndryshimi i vetëm një fjalie, vetëm një besimi, për shembull, Zoti Vassilnaçi, unë kam dëgjuar shprehjen në vështirësi prodhohet vlerë. Vetëm kjo gjëja vogël, kur ti ja thua vetes në atë momentin kur jeti më keq fare, që kjo këtu ty të ndryshon, po, një duar trokitje. Yes. Tani, unë dua të ndaj një tjetër koncept, po kaq të rëndësishëm, madje pak edhe më tepër i rëndësishëm, kjo ka ndikuar në ndryshimin e jetës time. Ky koncept ka të bëjë me mënyrën se si neve duam të ndryshojmë. Duam të shkojmë nga ky niveli që jemi këtu, duam të shkojmë këtu dhe të rritemi dhe të bëhemi lart fare. Pra, nga ky momenti që jemi këtu, neve duam të shkojmë këtu, krijohet një që quhet hendek, një boshlik. Dhe neve për të mbushur këtë boshlikun, për të mbushur këtë hendekun, duhet të rrisim aftësitë e biznesit, duhet të rrisim sistemet, strukturat, në mënyrë që qëllimi jonë është që të mbyllim këtë hendek. Atëherë, ekzistojnë tre mënyra për të mësuar, tre mënyra për të mësuar çdo aftësi që duam të zhvillojmë, çdo sukses që duam të arrijmë, edhe çdo objektiv që kemi. Janë vetëm tre mënyra. Sepse nga ku jemi këtu dhe deri kur të shkojmë këtu, që janë në faza, ne na duhet të zhvillojmë aftësitë e reja. Atëherë, po filloj me të parën me njëherë. Mënyra e parë është mëson nga vetja. Okej? Supozojmë që kjo quhet edhe ajo shkolla e jetës, Kush e ka parasysh shkollën e jetës, Mësojmë nga vetja jonë. Bëjmë biznes sipas asaj që neve dim. Apo hard way, Tani, kjo mënyrë ka disa avantazhe. Është komode, s'ke nevojë për të regjistruar, s'ka tarifa shkollimi, s'ke nevojë fare për investim. Por ka një problem shumë të madh. Ti nuk ke feedback. Ti nuk ke atë që quhet objektivitet. Ti nuk di atë që nuk di. Mund t'ia thoni kolegut, ti nuk di atë që nuk di. Pse? Sepse kjo është diçka që ti nuk e di atë që nuk di, dhe thotë jam në rregull. Po jap shembullin e mentorit tim biznesit, jo Ermalit, është një tjetër, është një italian, Juri. Ai po mësonte kishte një pasion shumë të fortë për artin marcial, Taekwondo, këto Bruce Lee, okay? Ka krijuar Bruce Lee dhe ai kishte dëshirë që të mësonte shumë këtë, e kishte pasion të madh. Atëherë çfarë bën? Shikon gjithë filmat e Bruce Lee, një nga një, me radhë. Dhe çfarë bënte Bruce Lee në film, ky e imitonte në shtëpi. Edhe bënte ky lëvizje këto dhe ky bënte lëvizje. Bënte ky këto lëvizje të tjera, bënte këto lëvizje. I kishte mësuar përmendësh, i kishte mësuar që të gjitha. Ku është problemi këtu? Erdhi moment dhe takoi një mentor të Taekwondo. Taekwondo, domethënë ai mentori quhet Sifu. Është një term teknik që e kanë këto. Takoi këtë dhe tha, "Okej, më tregoj çik." Edhe ky tash filloi duke imituar të gjitha ato veprimet që kishte mësuar në film. Mirpo, ke parasysh filmi ka ato efektet e filmit, efektet e kinematografisë. Tha, "Po, kjo nuk është Taekwondoja vërteta, kjo është një gjë tjetër." Po jo, tha ky, shumë e vërtetë, se unë kam pa në film. Ja, shi si ja bën ky. Fiu, wow! Në këtë moment, ky tani Sifu shpjegon edhe thotë, shiko, janë shumë gjëra që Bruce Lee bën vetëm për efekt filmi. Sepse kamera, duhet ti që të kapi kamera, ti duhet bësh lëvizje të mëdha, duhet hapësh krahun mirë, sepse nëse është lëvizje e vogël, këti ekrani, nëse është lëvizje e vogël këtu, kamera nuk të kap dot. Edhe në momentin që ty s'të kap dot kamera, lëvizja humbet. Mirë po, nëse ti tani, Taekwondo që ke parë në film, ti e bën në të vërtetë, ti e ke të sigurt humbjen. Pse? Sepse kundërshtari ta merr vesh lëvizjen edhe të mund direkte. E njëjta gjë funksionon dhe në biznes. Nëse ti i shef gjërat nga jashtë, i shef gjërat nga lart, ti nuk i kupton ato gjëra, edhe thu, po nëse ai e bën, hajde ta bëj unë. Nëse ky e bën, po hajde ta bëj unë. Por janë ca gjëra të cilat janë backstage, të cilat ti nuk i kupton.
Këtë gabim bëra dhe unë, isha në një trajnim biznesi në Angli, 2 editor, fantastike, u motivova, energjia vu, thash, yes, do hap biznesin tim. Edhe hapa biznesin tim, trace marketing, kompani reklamash. Edhe qa bëja unë, mësova nga vetja, shoh këmbët, tako, door to door. Nuk e di, është një teknik shitjeje, door to door, që ti shkon në përzyra. Sa vetam kuptojnë për këtë? Yes, është e lotshme, është e tmerrshme. Dhe unë vetëm këtë teknik dija, këmbës edhe hec, shkon në përzyra, vishu bukur, edhe përshëndetje zotëri, unë kam një produkt shumë të bukur, të mahnitshëm, kam më të mirin dhe më të lirin në treg. Dhe ajo që merja ishte bum, më mbyll një derën. Kjo lloj strategjie mund kushtoi 100.000 euro dëm. I humba me shumë sukses vetëm nga kjo strategji.